derisa komuniteti I biznesit, punëdhënësit e 143.000 punëtorëve, mbajtësve të 143.000 familjeve janë detyruar që të bllokojnë të gjitha rrugët e Prishtinës. Lëvizja vetëvendosje, Parlamentit e Kosovës ja jep për të 23-ën herë pauzën prej 48 orëve. Jemi të qartë, ne kemi fillu një seancë e cila asesi nuk po përfundon, po punojmë 3 minuta dhe kemi pauzë 48 orë. Dhe kjo është përgjithësi e partisë së parë që ka dalë para në zgjedhjet e nënshkurtit. Unë sot jam këtu për të shprehur shqetësimin e madh lidhje me gjendjen e komunitetit të biznesit, punëdhënësit më të madh në Republikën e Kosovës, e thash edhe një herë, ata që punësojnë 143.000 punëtorë. Lexova në fakt nga mediat e juaja që Albin Kurti kishte thënë që ka kalu koha e barrikadave. Kjo konsideroj që është e turpshme, për shkak të gjithë ne e dim se në çfarë konotacioni përdoren barrikadat. Derisa zoti Kurti nuk e ka thënë as edhe një fjalë të vetme për koston 800 euro të transportit të 1 megavatit të energjisë elektrike që bën kompania e Vuk Hamovicit, për cilin ai, kur ishte në opozit, na edukon të neve, ai sot protestën e komunitetit të biznesit e krahason me barrikadat e vendosura nga lista serbe në periudhat të ndryshme dhe në vendet të ndryshme në Kosovë. Dhe kjo është totalisht e papranueshme. Ka shumë mundësi që Albin Kurti me e fitu edhe këtë betejë, sepse beteja e Albin Kurtit nuk është asnjëherë me ndërtu diçka. Beteja e Albin Kurtit është me shkatërru. Të gjithë neve na kujtohet kur Albin Kurti e ka mujt Rahman Jasharin, protestën e Zbashkut. Po kur e ka mujt Albin Kurti Rahman Jasharin, nuk e ka mujt Rahman Jasharin, po e ka mujt arsimin. Albin Kurti nëse I mund këto 1300 biznese, nuk I mund ato ose ata individ, po e mund ekonominë e Kosovës. E kur Albin Kurti e mund arsimin edhe ekonominë, I vetmi përfitues këtu është Serbia. Dhe kjo situatë është totalisht e papranueshme. Ajo çfarë ka ndodhur në sektorin e energjisë këto 4 vite duhet me u hetu në tanësi, sepse nuk mundet zyra e rregullatorit të energjisë dhe kostit, që janë njerëz të cilët lëvizja vetëvendosje I ka vendosur në këto institucione, të cilat refuzojnë me ardhmë dhe me raportu deputetëve në kuvend, po I raportojnë deputetit Kurti dhe deputetës Rizvanodli në secilin takim që thirrën në qeveri, ata kanë përgjegjësi për gjendjen e krijuar. Ata e kanë leju që transporti 1 megavati orë energji elektrike me kushtu 800 euro. Ata janë të cilët nuk kanë investu në qoftë edhe në 1 kilovat gjenerim energjie elektrike. Ata janë të cilët janë meritor për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike 128% për konsumin mbi 800 kilovat dhe nga 1 qershori pritet që 1300 bizneseve t'ju ngritet energjia elektrike për 260%. Dhe ja ku jemi me pauzën 48 orëshe të kuvendit pas vetëm 3 minutave punë. Sa janë gjasa që mund të bëhet diçka që mbasi të bezullohet vendimi në qëtësimi në 2 ditë? Tani nuk është që mund t'ju them asgjë, për shkak se me 1 qershor vendimi, siç e dini si I tillë hyn në fuqi, është të vërtetë se askush nga këto 1300 kompani deri në momentin kur po flasim nuk ka kontratë me asnjë furnizues. Argumenti I tyre është jashtëzakonisht I fortë, po na detyroni të dalim në treg I cili nuk ekziston, sepse vendimi është marrë në emër të tregut të lirë dhe treg të lirë nuk ka. Rrjedhimisht kompanitë private nuk kanë kontratë të furnizimit të energjisë elektrike me asnjë kompani. Mirë po është furnizuesi I fundit është Keku, I cili në bazë të legjislacionit këtë kompetencë ja ka dhënë zyra e rregullatorit të energjisë, dhe për 60 ditë të rresht, domethënë të gjitha kompanitë të cilat nuk kanë kontrata, nuk furnizohen më nga Kesko si shërbim universal, por do të furnizohen nga Keku
me çmim të importit, mirë po i rregulluar sipas një formule të caktuar nga zyra e rregullatorit të energjisë. Do të thonë merret përballë çmimi i importit, natyrisht janë kostot prapë të transportit dhe transmisionit, po gjithsesi që marzha e fitimit vendoset nga zyra e rregullatorit të energjisë. Mandej, pas 60 dite, nëse këto kompani, do më thonë nëse nuk anulohet vendimi, i cili unë konsideroj që duhet me u anulu, duhet me u konstituu kuvendi, institucionet që dalin prej kuvendit, këto duhet me pas detyren e parë, detyra e parë duhet me qenë anulimi këtij vendimit, shkarkimi i bordit të kostit, shkarkimi i bordit të ZRE-s dhe me njëherë ndërmarrja masave konkrete për sanimin e dëmit. Mirë po në qoftë se kjo nuk bëhet, atëhere pas 60 dite ne mund të kemi ndërmarrje dhe të cilat janë pa furnizim të energjisë elektrike, e kjo me të vërtetë është fatale. E kam thënë edhe më herët, nëse këto ndërmarrje nuk punojnë vetëm 8 orë, është jashtëzakonisht e dëmshme për ekonominë e Kosovës, e lemë të mos punohet me ditë tona. Më lejoni t'ju them që këtu dami më i madh ju shkaktohet kompanive prodhuese, kompani këto të cilat janë ndërtuar me shumë peripeci në Kosovë, dhe cilat disa prej tyre sot kanë kontrata të eksportit, ngritja e çmimit të energjisë elektrike automatikisht ka me i qit prej tregut të jashtëm, po jo vetëm prej tregut të jashtëm, po dhe prej tregut të brendshëm. Ajo me çka kanë me u përballë qytetarët janë çmimet jashtëzakonisht të larta, edhe rritja, edhe ashtu, do më thonë tepër e madhe e deficitit tregtar. Gjitha këto janë me pasoja fatale për ekonominë e vendit dhe më vjen keq, po e them edhe një herë, që dikush këto kompani i quan 1%. Janë 1%, po punësojnë 143.000 punëtorë, ndërkohë që vendimet e ZRE-s dhe të kostit, të cilat e kanë mbështetjen e atyre që sot kanë okupuar zyrat e qeverisë, më lejoni t'ju them që po çojnë ujë në mulli të vetëm 2 kompanive, atyre të cilat sot janë të e furnizu Kosovën me energji, e që janë EFT-ja e Vuk Hamovicit dhe gjithashtu NUA, për cilën as nuk e dim se ka i ka lidhjet. Faleminderit.